Në një intervistë për Kosova Press, nënkryetari i LDK-s, Lutfi Haziri, ka bërë me dije se kjo parti është në komunikim me opozitën rreth formimit të qeverisë së re, ndërsa duket se i ka mbyllur derën vetëvendosjes së kryeministrit Albin Kurti. Tash jemi në pozicionin e njëjtë pak a shumë. As nuk jemi në asnjë mënyrë jojën tonë karshi ndërtimit të ekzekutivit me bëvën e kemi bërë të qartë. Në anën tjetër, raportin me partinë e dytë dhe partitë tjera që janë në kuvend të Republikës AKN-is me partitë e grupeve të vogla të pakicave nacionale, pakicave etnike, janë aty, ne kemi bashkëpunim, komunikim për atë sa ka nevojë ky proces zgjedhor. Sipas Hazirit, ka më shumë gjasa që Kosova të hyjë në një krizë politike sesa në krijimin e një qeverie të re. Ma shumë ka mundësi me hyjë me mbet me vonesat më të tjeshme, me kriza politike, se sa me qeveri të re. Po kjo nuk ka pa kufi. Po, kjo nuk ka pa kufi, nuk do duj me qenë pa kufi. As nuk mundet me pas zgjedhje të përbashkëta lokale dhe parlamentare. Nuk mundet, sepse do të me pas konsensus për këtë punë. Nuk mundet me pas zgjedhje dy fishta, nuk mundet mos cilë tash, sa herë dojnë na me nxjerr. Nuk ka Kosova komoditet financiar, nuk kemi mundësi, kapacitete financiare na me harxhu çdo 3-4 muaj miliona për zgjedhje. Edhe nuk ka nevojë me projektu kriza, Kosova projektojnë kriza, hala pa fillu. Tash flitet për presidentin, a do tjetë ajo pjesë e pakos, natyrisht. Nënkryetari i LDK-s u shpreh kritik për zyrtar partijak që kanë siguruar mandatin e deputetit, por që sipas tij nuk kanë sjell asnjë vot për te partisë.